Këtë të diel është mbajtur shërbesa e mëngjesores dhe liturgjia hyjnore në katedralen Ngjallja e Krishtit në kryeqytet, me pjesëmarrjen e besimtarëve të shumtë. Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Johani ka mbajtur predikimin e tij gjatë liturgjisë hyjnore. Fort lumturia e tij dha mesazhe të rëndësishme për njerëzimin dhe për dashurinë ndaj Zotit. Kryepiskopi tha se çdo njeri është krijuar sipas ikonës së Perëndisë dhe çdo kush nga ne ka këtë ikonë brenda tij. Ungjilli i sotëm është shumë i thjeshtë, dhe gjithë mund ta kuptojnë. Është i drejtë. Dhe me qenë se është shumë i thjeshtë, nganjëherë ne nuk e zbatojmë. E vërtetat janë gjithmonë të thjeshta, por ne shpeshherë nuk i zbatojmë sepse duam t'i ngatërrojmë. Gënjeshtra është e ngatëruar. E vërteta gjithmonë është e thjeshtë. Prandaj kur kanë pyetur njerë një shenjë dhe i kanë thënë pse është kaq vështirë që të jetohet sipas mësimeve të Ungjillit, ai u përgjigj është shumë e thjeshtë, sepse është i thjeshtë. Dhe mësimi i sotëm është një nga mësimet më të thjeshta, po nga të thella të Zotit tonë Jezu Krisht. Nuk është thjesht një mësim, është një tregim i rrugës së jetës, se si ne duhet jetojmë. Fillimisht Zoti na thotë që bëni të tjerëve atë që ju doni të tjerët të bëjnë tek ju. Nuk ka gjë më të thjeshtë se sa kjo për ta ditur. E megjithatë ne nuk e bëjmë. Dëshirojmë që të tjerët na lavdërojnë, por të tjerët ne nuk i lavdërojmë. Duam që të tjerët na ndihmojnë, por ne nuk i ndihmojmë të tjerët. Duam që njerëzit e tjerët na respektojnë, por ne nuk i respektojmë ata të tjerët. Sepse nëse do i donim ata si veten tonë, nuk do bënim gjëra kundër tyre. Ja të gjithë njerëzit që shpifin, përhapin, thashë theme, përgojojnë të tjerët, e gjithë shumë gjëra tjera që mund të bëjnë, nuk i duan ata. Për vete nuk e duan. Asnjë nuk do që të shpifet, asnjë nuk do që të përgojohet. E megjithatë ne vazhdojmë dhe i përgojojmë dhe i shpifim njerëzit e tjerë. Nëse do ndjekim mësimin e Zotit, nuk do e bëjmë këtë gjë. A nëse do bëje kjo nga gjithë njerëzit, bota do ishte në paqe, nuk do kishte sherrë dhe konflikte. Sa konflikte janë krijuar pikërisht nga shpifjet dhe nga thëshëthemet, janë shkatruar familje, janë prishur miqësira, inate të ndryshme, mërira. Duke ndjekur mësimin e Zotit, ne mësojmë rrugën e vërtet drejt Perëndis. Prandaj dhe duhet i vëmë veshin këtyre fjalëve e t'i mbajmë gjithmonë në zemrën tonë, sepse nuk mjafton vetëm thjesht të dëgjojmë, por duhet edhe t'i zbatojmë. Nuk do drejtësohet dëgjuesi i ligjit, shkruan Shën Pavli, po zbatuesi i tij. Dhe ne nuk drejtësohemi vetëm thjesht duke i dëgjuar, por nëse do i ruajmë në zemrën tonë. Prandaj dhe Zoti thot lum ata që dëgjojnë fjalën time dhe i ruajnë në zemrën e tyre. Prandaj dhe jemi thirrur t'i ruajmë këto fjalë, e t'i zbatojmë në jetën tonë përditshme, e jeta jonë do bëhet një jetë paqësore. Fort lumturia e tij u shpreh se nëse ne do të fillojmë të pastrojmë zemrën, do t'i duam të gjithë njerëzit, ashtu siç Zoti i do të gjithë. Por thot, doni thot armiq tuaj, jepni atje ku s'keni shpresë më për të marrë, e do quheni bijtë të lartit. Gjëja më e lartë që mund të ketë njeri është pikërisht që quhet biri i të lartit, që quhet biri i Perëndis. Por këto nuk janë shumë lehtë, sepse zemrat tona nuk janë shumë të pastra. Nëse nuk pastrohet zemra, ne nuk mund t'i duam të tjerët. Jo armiq, po ne s'mund duam as miq. Ja shikoni sot në botën e sotme, njerëzit jo vetëm që si duan armiq, po shpeshherë sherrri është brenda familjeve. Edhe brenda familjeve nuk kanë dashuri kundër njëri tjetrit, sepse gjithse kush mendon që është më i mirë dhe ai tjetri ka bërë padrejtësi dhe jo ky. Shën Vasili i Madh thotë këtë fjalë. Nëse dëgjoni dikë që ka shpifur kundër teje, ose ka thënë gjëra që s'janë të vërteta, ose të ka marrë sende që janë të tuat, mos u në zëmëro për një herë, thotë. Po shiko tek ai njeriu mos gjen disa gjëra të mira. A nëse do e shohësh me gjaktotësi, ndoshta do fillosh të kuptosh që ndoshta si më i mirë se ai mund të jetë më i mirë se ty. Çdo njeri është krijuar sipas ikonës Perëndis. E çdo njeri e ka këtë ikonë brenda vetes tij. Shën Johani Krishtatit bën një sugjerim shumë të bukur dhe një metaforë shumë të bukur. E keni parë thot kërkuesit e arit që marrin atë sitën dhe mbledhen atje baltë, gurë, nuk përqendrohen tek balta, as tek gurët, as tek rëra,
po kërkojnë atë pjesë të vogël ari dhe kur e gjejnë atë gëzohen. E njëjta gjë duhet jetë dhe sjellja jonë me njerëzit që ne mendojmë gabim. Fillojmë të kërkojmë atë arin që ndodhet brenda tyre, se brenda çdo njeriu është ikona e Perëndisë. Të gjithë jemi krijuar sipas ikonës së Perëndisë. Ne nuk kemi as më të mençur se Zoti, as nuk kemi dashuri më të madhe se Zoti. Përse Zoti i do të gjithë, të drejtët dhe të padrejtët. I do të mëshirshëm dhe ata që janë të mëshirshëm. I don ata që bëjnë vepra të mira, përsëri i fal dhe ata që kanë vepra të këqija, sepse Zoti shef brenda nesh pikërisht ikonën. Edhe shenjtorët i donin gjithë njerëzit sepse shikonin në çdo njeri ikonën e Perëndisë. Dashuria e vërtet, tha fort lumturia e tij, nuk mund të jetë e coptuar, pasi ai që do, i do të gjithë.